Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga São Paulo i Brazilit njoftoi pjesëmarrjen e tij së bashku me deputetët Albana Vokshi dhe Belin Kolliçi në Asamblenë e Përgjithshme të CDI-s, e cila po zhvillon punimet gjatë këtyre 2 ditëve. Berisha tha se gjatë konferencës do të paraqesë para përfaqësuesve të partive kryesore ndërkombëtare situatën që ai e përshkruan si dramatike në Shqipëri, duke përmendur çështjen e drogës, korrupsionit si dhe rënies së shtetit ligjor. Në këtë konferencë sigurisht do paraqesim gjendjen dramatike në Shqipëri dhe duhet theksoj se CDI ka meritën e madhe. Është organizata e parë ndërkombëtare ndërpartiake që miratoi rezolutën në cilën denoncoi potrisht narkoshtetin shqiptar dhe Ramaduron si një narkodiktator. Në këtë kuadër, natyrisht temet e diskutimeve të mia me drejtues të forcave politike kryesore në botë dhe fjalë stime që do mbaj në seanca të ndryshme të punimeve nuk mund të jetë gjë më shumë se sa zhvillimet dramatike në Shqipëri, droga, korrupsioni dhe rënja e shtetit ligjor në një vend si dhe përpjekjet për një sensibilizim edhe më të madh të komunitetit ndërkombëtar mbi zhvillimet e rënda në Shqipëri. Në fjalën e tij në asamble, Berisha akuzoi Ramën, të cilin e cilësoi si mentor të narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. Mora fjalën së pari për të falendëruar nga zemra CDI-n, e cila është organizata e parë ndërkombëtare e partive që e ka cilësuar shtetin narkotik të Shqipërisë si shtetin e parë dhe të vetëm narkotik në Evropë. Lufta jonë është e vështirë, por qëndrimi juaj ishte shumë i çmuar dhe i dobishëm për ne. Nuk du të zgjatem më tej tani për këtë shtet narkotik, sepse gjatë sesionit do të kem mundësi të flas më gjerë. Por do të citoj vetëm një moment që sekretaria e përgjithshme e PPE-s përmendi këtu lidhur me aktin korruptiv të kryeministrit spanjoll. Zonja Dolo, njeriu i parë në Evropë që kërkoi Pedro Sanchez të mos jap dorëheqjen ishte Edi Rama i Tiranës. Të lutem, mos u dorëzo Pedro. Kjo është një aleancë korrupsioni dhe në fakt kur i kërkoi Pedro Sanchez të mos jap dorëheqjen, ai e dinte shumë mirë që veti ishte i përfshirë në korrupsione të mëdha dhe të jashtëzakonshme. Por kjo aleancë është gjithashtu shumë problematike sepse censuron, ndikon dhe i shkakton shumë dëm vendeve tona dhe demokracisë sonë. Kryedemokrati theksoi se në takimet dypalshe dhe fjalimet do fokusohet te rritja e sensibilizimit të komunitetit ndërkombëtar lidhur me zhvillimet negative në Shqipëri.